pa lidhshme në pushtet. Kuvendi Kosovës Evropian i mbylli derën. Bashkimi Evropian nuk e takon zyrat qeverisë, po mundet eventualisht me taku në për qajtore apo restoranet të Prishtinës. Nuk ka devalvim më të madh. Tash kanë shku, mas e kanë bloku qeverin, e kanë bloku dhe kuvendin. Tash na jemi për faktikisht dy institucionet kryesore në Kosovë nuk funksionojnë. Qeveria kuvendi Kosovës sot është dasht mas larti, sot është dasht me qu të presidentja me mandatarin në përcaktuese. Kush e ka mandatin për me zgjedh kryeministër edhe me vazhdu procesi 15 ditor. Po kjo nuk po bëhet. O bloku kuvendi, ka bloku kuvendin me qëllim, partit të opozitës që unë i quajsh parti shtetëformuese se kanë marrë pjesë në formimin e shtetit. Çdo gjë që është sot në Kosovë e kemi fal lidhjes demokratike, partisë demokratike edhe aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare është po ashtu 90% pjesëmarrës në pavarësinë tonë. Është edhe Shqipëria e ka rolin e vet si shtet vëlla, shtet motra, si ta them, i Kosovës. Po ti mëre zoti Balla, po ky ka ndërprer absolutisht raportet me Shqipërinë. Nuk ka rëndësi kush është Adi Rama, është Dimal Basha juaj atje, apo Sali Berisha, raportet me Shqipërinë nuk ka arsye kur kush mi ndërprer. Ne kemi pas raportet e ndërprer me gjatë prej vitit 48 ku ta diunë deri 90-ën, pa e ka qenë dami më i madh që na është bë si kom, se na janë ndërprer proceset me zveti jemi nda dhe e shihni. Ende kemi problem mu bo prap një kom se kemi qëndruar një kohë gjatë në damas. Edhe për aq sa kemi qenë në damas, për 40 vite, aq kohë kam u dashur që na mu integru mirë mes vete. Unë një pjesë tjetër se kaloj në Shqipëri, atje jetoj si në shpitimen, jetoj edhe në Kosovë dhe në Zvicër. Mirë po, qytetarët e Kosovës para gjykimet janë si në Shqipëri ndaj kosovarëve, si në Kosovë ndaj shqiptarëve, edhe aty bëhet një propagandë e madhe. Tash merrem me nëse partia më e madhe në Kosovë vazhdimisht i fyen shtetin e Shqipërisë. Vazhdimisht bën ftesë se mos më shku kosovarët në pushime në Shqipëri. Po më shku me një ujman, me një, si me ju thonë tash ju, me dale Edi Rama, po shqyqyri ju nuk keni njerës çmendur, si që kemi në Albin Kurtit, me ju thonë aty në Shqipërisë, po shkoni të vau idejes atje bëni plazhe, mos shkoni në plazhet që adjune prej Velipoje deri atje në Ksamil. Ky është njeri çmendur, me të vërtet është i bë dome shumë të mëdha Kosovës. Por, nëse do ndalen te kjo fraza e fundit, njeri çmendur, ai nuk u çmend sot, apo kështu ishte? Unë këto e një prej vitit 2010, ja kom thonë në emisionin e juve herën e kalume. Unë këto e një prej vitit 1995, kur kom qenë unë aktiv në politik. Kom qenë antar i kryesisë dhe ndërthemeluesit e Partisë Parlamentare të Kosovës. Ajo parti ma nuk ekziston, po ka qenë partia e dytë mbas Ledekës Rugovës. Kemi pas 13 deputet, edhe 2 ministra kemi pas në qeverinë e Bukoshit. Kur ka ardhur baba i tij, se ky ka qenë më i ri, te unë mu antarsu në parti me 2 njerëz që njihen në Kosovë, Ismail Kastrati edhe një farë Selatin Novosilla, ata kanë qenë aktivistë njohur në Kosovë. Njëri ka qenë i fondit financimit, ajo ka qenë fondi financimit në atë kohë ka luajtur rolin si me qenë banka kombëtare sot, se përmes atij fondi janë financuar edhe arsimi, edhe shëndetësia, edhe lufta, gjitha përmes asajna. Edhe kemi pas një bankë, në Dardania Bank në Shqipëri, për me mujt me legalizu parët që kanë ardhur prej perëndimit. Ai ka qenë me te edhe Selatin Novosilla ka qenë kryetar i 6 degëve të Prishtinës. Kanë ardhur te unë dhe kanë pru Zajm Kurtin për me antarsu si antar të Partisë Parlamentare. Ai mi kanë kërku 2 libreza, edhe për ai për vete, edhe një librez për të birin, për Albinin. Po unë i kom thonë se më duhet pak kohë, këto nuk i jepim, kështu na duhet do verifikime, kur e kom kryu ato verifikime se i kemi bon atë kohë. Për besë ka dalë sa i ka qenë shoki Rahman Morinës, Rahman Morina është, nuk keni aty as i tradhtarin në Shqipëri, ndoshta është ky Haxhi Qamili, nuk ka tjetër. Si më edhe, më ka dalë se ka qenë shoki Tina, se ka qenë drejtori i dhunshëm në një ndërmarrje, dhe drejtorat e dhunshëm në
në Kosovë, pas vitit 1981, janë vendosur për organizata ku është dashur me diferencu njerëz, me largu shqiptar prej pune, me ata që mendojnë ndryshe, ata që kanë kry fare aktiviteti ku ta diune, do me thonë, me diferencu politikisht, do me thonë mja hub drejtën e punës, edhe me qute shpia njerëzit. Ajo ka qenë shumë dënimi i rëndë, të na nuk ka pas si të ju në Shqipëri, dërgimi i familjes, masi të arrestohet dikush që kanë qu, po të na kanë qenë këto, nuk janë ditë shumë sa tas na kanë marrë me na qu internim. Po një farë internimi ka qenë edhe me të lanë parë punë, me të qitë prej në rrugë, mos me pas prej çka me jetu. Se në atë kohë për shembull ka qenë, nëse ke dalë prej pune,